Një tjetër ngjarje e rëndë ka tronditur brigjet greke ku një gomone që transportonte emigrantë është përplasur me një motoskaf të rojës bregdetare, duke shkaktuar një bilans tragjik viktimash. Sipas të dhënave zyrtare, 15 persona kanë humbur jetën, ndërsa 26 të tjerë kanë mbetur të plagosur, mes tyre edhe 2 efektiv të policisë greke. Autoritetet portuale bëjnë me dije se mjeti i emigrantëve u pikas gjatë natës, duke lëvizur pa drita navigimi drejt brigjeve lindore të ishullit Chios. Pas sinjalizimit për të ndaluar, drejtuesi i gomones nuk ju bind urdhrave të rojës bregdetare dhe tentoi të largohej, duke ndryshuar kursin, çka çoi në përplasjen e fortë mes dy mjeteve. Si pasojë e goditjes, gomonja u përmbys dhe u fundos, duke hedhur në det të gjithë personat që ndodheshin në bord. Menjëherë u aktivizua një operacion i gjërshpëtimi ku u përfshin disa anije patrulluese, mjete të marinës ushtarake dhe helikopter me kamerë termike për kërkime gjatë natës. Marina greke lëshoi një njoftim sigurie detare, duke shpallur zonën si fushë operacioni kërkim shpëtimi, ndërsa forcat detare dhe ajrore vijojnë patrullimet pa ndërprerje për të gjetur të mbijetuar apo persona të shtukur. Të plagosurit u transportuan në spitalin e përgjithshëm të Chios, ku mjekët kryen disa ndërhyrje urgjente kirurgjikale, mes tyre ndodhen edhe fëmijë që po marrin trajtime në repartin e pediatrisë, ndërsa disa persona mbeten në gjendje të rëndë në kujdesin intensiv. Autoritetet greke kanë cilësuar ngjarjen si jashtëzakonisht të dhimbshme dhe kanë nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e aksidentit, ndërkohë që frika mbetet se numri i viktimave mund të rritet nëse konfirmohen persona të tjerë të shtukur.